gjë më të tjera. Në zgjedhjeve zonja Osmani me 28 dhjetor dhe u akthej ajo shpinën e para apo ju? Unë nuk kam se çfarë të shtoj prej konferencës për media që kam pasur para një jave dhe nuk besoj që është e nevojshme ta përsëris veten. Presidentja e Republikës është kreu i shtetit ku unë jam kryeministri i vendit dhe unë besoj që kemi një çështje që tash ndodhet në gjykatën kushtetuese, ndërkaq theksi duhet të vihet tek fakti që në vitin e kaluar kemi pasur 4 palë zgjedhje dhe unë jam i bindur që nuk kemi nevojë ta përsërisim vitin 2025, viti 2026 është vit i ri, nuk është as e drejtë as e dobishme që të kemi zgjedhje të përsëritura. Prandaj është e domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit dhe qytetarët e Republikës presin prej neve stabilitet institucional e jo zgjedhje të përsëritura. Pra nuk ka nevojë për zgjedhje të reja të përsëritura, ka nevojë që sa më parë ta kemi aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të filloj kuvendi të punoj, me qenë se mbi 120 milion euro të marrëveshjeve të ndryshme ndërkombëtare na janë vonuar për shkak se nuk po punon kuvendi i Republikës dhe në anën tjetër zgjedhjet e reja do të kushtonin së paku 10 milion euro. Nuk bëhet fjalë tash se kush e ka shumicën ndërmuese, subjekti vetëvendosja ka fituar me 51.1%, dhe çështja është e kuorumi për 80 deputetëve dhe nuk besoj që na duhen zgjedhje të reja për të pasur garë se apo i bëjmë 80 deputet. Është domosdoshme që sa më parë të funksionalizohet kuvendi dhe të mos shkojmë në zgjedhje të reja të panevojshme. Zgjedhjet e fundit janë mbajtur me 28 dhjetor. Për bindjen time të fuqishme, zgjedhjet nuk ka qenë mundur të mbahen me 21 dhjetor, për shkak se ekziston edhe shkresa nga sekretariati i Komisionit Qendror Zgjedhor, që thotë që e kanë të pamundur organizimin e zgjedhjeve për 21 dhjetor për të përmbushur afatet e domosdoshme kohore lidhur me sfidat teknike e logjistike. Mos harroni që ne kishim në tetor dhe nëntor 2 raunde të zgjedhjeve lokale dhe hym në procesin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare ende pa u bërë certifikimi i zgjedhjeve lokale. Prandaj nuk ka pasur mundësi tjetër për datë përveç se 28 dhjetor. Nëse dikush do të mendonte që ka qenë mundur të organizohen zgjedhjet me 4 janar, as kjo s'ka qenë mundur për shkak të aspektit buxhetor. Ju e dini që në muajt e fillimit të këtij viti kemi shkuar sa i përket buxhetit me 1/12, e 1/12 nuk do të mjaftonte për shpenzimet e Komisionit Qendror Zgjedhor, sepse nuk ka qenë situatë normale, pra KQZ si nevojitën shumë më shumë mjete në muajt kur ka zgjedhje.